500 euro bu një delme, 1.300 euro. Norvegji kam 2 djel, i kanë 50 punëtor, firman e vetë e kanë. Kush don me punu, kush do e. Ven shejër po dojnë, me dal me pi kafe. Sa pula i keni? 65. A keni përfitime prej tyve? Si më ngushtune, 1.040 euro kam benzin. Gjermani 30 vjet. Qatë ditë që i kom bo 65 vjet, qatë dite jom nis knena. A Xhamilazem kallzona pak jetën në fshat, që është me jetu në Karaq? Në Karaq, mira me jetu, po s'po don kërkush. Pse? S'po dojnë, ven shejër po dojnë, me dal me pi kafe, mu shëtit, kape ju do këtë si keq. A mu në shejër nuk po më rrihet. Une që ka qef, te i pare kesh të mil kumpira, kepti mila, kumpirat, ke djali edhe gruja jem, ata shkun të poshtë, unë e meta këtu me pukla. Qysh e që janë të jetën këto? Unë e shumë mirë. Këtu në fshat shumë mirë. Ujtë e kemë qëre ka poshtë, tanë në senet i kemë këtu. Nuk ju mungon kur gjo? Kur gjo gëpse lëtë s'mungon. Sa pula i keni? 65. A keni përfitime prej tyve? Si më ngushtune, 1.040 euro kam benzin. E kam edhe Trepqe, s'kum punu në Trepqe, edhe në Gjermani 30 vjet. E qysh e këthy në Kosovë? Una? Po. Une qatë ditë që i kom bo 65 vjet, qatë dite jom nis knena. Edhe më ka thirë shefi, mazi jom dal. Tha, fek, thash, orna, ku i e, thash, shpe. A ban me ordejte unë, thash, ban. Erdha, shkuva atë. Tha, kum një po këthejsh Kosovë. Thash, po, mos o këthej. Pse? Rretha këtu, unë të mojnë punë këtu, që ka që pare, tha, i merë, kam drejt me të mojt. Tjerat, qysht merën veshën e ti. Thash, nalë se e kam unë edhe një shef. Tha, pa jo shqiptarë si vetë një gratë, thash, jo grunë s'pe veti. E thira djallin Norvegji, kam 2 djel, i kanë 50 punëtor, firman e vetë e kanë. Ta na mirë senet, kush don me punu, kush do e ka plot edhe jashtë, po kur gjo po shijat. Këta mirë po punujnë, mirë janë. Po jo, a ishi këthy me jetu në qytet, për shembull, dikon në Prishtinë ose dikon tjetër? Komunet 3 shtëpia krejt 2 kotë që janë të që këj marketi në rrugë, ka i njën gjitë për pjetë maj nolti. Qa tu, marketi është qëtu, 3 shtëpijat e mija janë qështu, dektera pe asfaltit deri fund atje. T'ju vetë? Krejt mijat. Qysh e kishi përshkru jetën këtu në fshat? Qysh është me jetu këto? Qysh është dallimi mes qytetit? Unë vije këtu gotin 6 sahoti. Vetë kam qef, si kur me shku në punë. Po. Qohën e pi që një kafe, e pi edhe drejt ka vije. Qëtu e qes një karik, unë zna, ma do me nejtë farojri është që me të adhon 2 janë. Ajri pastër. Edhe qaja po më manë muë. Se unë e kumë punu 16 vjen Trepqe. Një njerë. Po. Edhe 30 vjetë qëfar punë e tronë kumë posë në Gjermani. Që? Fundit po e shijon këtu në Katon. Une ma qef kom ka. Që këta, ko shia këtu, këta ka maru Halil Kastrati. Po dojnë mu hjeq këta djeltë, janë zhdirë këposhtë. Arrin një plak me i plak qëtu, asë rrinë zdi, krejt po dojnë me dalë. A keni mirë këtu me kryshi? Mirë, që atje kom një vlau, të qaj shkoj
pi qaj ka herë rije. Që bili se deshtën krejt me i milë kumpirat. E thirra thash hajde ka. Ja dhe dova tokën tem. E kum livru, kum vlaqite, kum hidis. Thash që e milë qa dush. Qa me bo? Ja ke dhënë edhe gjysën e tokës vllat për me pas edhe ai çfarë me punu. Me punu, në të me mjell. punu. Po, A e çon mirë me vllazni kështu po. mirë. Qysh është jeta nëse veç rinia dalin në qytet me jetu? Çka ju kishte thonë? Po i dalin rinia në qytet me punu, po porës po kanë, apo e njën për det po vrahen, për det po myten, për det. Unë i kam 3 nipa, këto në Kosovë. Një djale kam këto, është në punë. E aty në nipave ja hongra kryet. Kur e marr benzin, jo jepi pare, kur nisën shkollë me shkue, dimnit mu gashin pak pja vjepin ka njera. Isha, hej! Nënë, hadi një knina, mos t'ju shihën atje, ja vjepsha. Po mirë nuk po dojnë. Nuk po dojnë me punue. Por që ta po thëmë, thmive sa të munëm me ju fole, me ju asi, që shkollë tha maltije kanë zonë një thmi. Katastrofë. Tregon pak, qysh e kishe menu jetën me jetu familja jote në qytet, e ti që jeton këto? Qysh është? Ti nuk jeton gjdo... Unë veç vjen me ditën, që vijone. Vije heret, ilshoj, ju qesu, ju qes me hongër, edhe hypi biciklës, shkoj sherë, hap buk, pi qaj, flej pak pushoj, gjitë në hapet, kaj mledhi vët, edhe qështu. Qa menon, qysh ishte me kanë një mesazh jote për rinin e Kosovës? Por rinin e Kosovës, mos sill sherit këtë. Mos sill. A peshe 500 euro boni delme. 1.300 euro. I konja që të dëdhi, por dhe të vinë që sajtë nalin si adin shpin, vesin, ku ko shpin për me bletë ongër. Që, shoj atja njëna në atë fush atje, s'ka njëri gjallë. Knena skrëmja, kërkush. Knena shlevica, kërkush. Që karoqa 3-4 shpi. S'ka. Sa e kështë shqit ti për shambull një pull? Unë këtu i kum blet zëj. Që bili që ato të kuqet, nestra një javë i kum borë 20 copa, nuk i shesën. I mojnë për qef, për vete? I moj veç për qef. Kur të vje puna qikave, ju jepe vojë, qiks, një kam këtu, një në Suedi, ju jepe vojë. Bosh që bëj atje nalt verës, është reka, si ja nisi të kë vlavë të jep. Veç ja thire, hajde, i merë 2-3 patligjona, kastravec, spec, krejt bio. I luta, hajde të molëm edhe një lup, e alëshoj 2-3 vica me i majt, dhe shumë qëtën prësh, sëmë lanë. Dhe ishte edhe që ato me mildi, thash ju kësha pru vëve, speca, patligjona, të në jau kësha pru, bio. Jo, s'po na duhet, mos të duhet, as mu s'po më duhet. Qa me i thonë? Qështë. Faleminderit shumë a Gjami Razem. S'ka kur gjo, ka lufshi mirë edhe jo. Faleminderit shumë.